Mirë se vini në kuadër të intervistave në Sporton, këtu në Urban FM në 103.5 dhe 105.5, ku mund të na dëgjoni, por natyrisht mund na shihni drejt për së drejti edhe në faqen tonë në Facebook, po ashtu edhe në YouTube. Sot do ta realizojmë një intervistë me voleybollistën tonë Edona Kalludra, e cila karrierën e saj e zhvillon në Shqipëri, por sigurisht që kam na treguar gjithçka mbi më të rejat e saj edhe natyrisht pak për pasionin e sportit dhe voleybollit. Edona, mirë se ke ardhur dhe faleminderit që je pjesë e emisionit tonë. Mirë se të kam gjetur, unë shumë faleminderit gjithashtu për ftesën edhe mendje u boni në mënyrë me ardhë se kom prit shumë gatë me ardhë, kena kontaktu gjithë kohës, ama shqyqër që erdha në Kosovë që me mujtë me realizu. Pushimet pak aktive jetu i kalu këtë normal edhe me ushtrime. Tërgona sezonin që ke mbyll, sa ka qenë i kënaqshëm, e di që ke fitu disa trofe, ke qenë pra pjesë e ekipit Skënderbeu nga Korça në Shqipëri. Qysh ka përfundu sezoni për ty personalisht, por edhe me ekipin që ke qenë? Sezoni për mu personalisht ka kalu mirë, do me thonë po flasim kështu si përfaqësisht që kemi marrë 4 kupa, kampion i Shqipënisë, për mu kun hera parë që dalë kampion me një ekip seniorave, edhe normal që kampioni kupat, pjesëmarrjet se në kampionatin ballkanik këtu në Kosovë që u zhvillu janë të kënaqshme, po jo qaq i mirë ka ona personale, se fatkeqësisht këtë vecësh që jam aktivizu shumë në lojë edhe është kam pak stresus, pak nashta jo shumë mirë, jo që ju më konë në një formë të keqe fizike, unë ju më konë shumë mirë se sa vitin e kalum ku kam luj gjithë kohës, ama zgjedhjet e trajnerit janë ato që vendosin fond, kështu që po them që u konë mirë për shkak se kena fitu sana, po prap ka ana personal, si jam kënaq sa dohet, se unë kënaq na kur luj, jo kur marr në kupë ose diçka, kënaq na kur luj, ku jam të nkos aty, ku jam të bërtit si e çmendur në përfush, edhe jashtë fushës zakonisht, që po them që u koni mesatar, as ne as ne. Por sigurisht për me arrit këto çka ke qef, domethënë sidomos me performu, ke bodhë një hap, domethënë ke ndryshu ekipin. Na trego diçka për trejat e kësaj fushë, domethënë nuk i më qenë pjesë e ekipit Skënderbeu. Skënderbeut është një vendim shumë i duhur që kam marrë, sepse si sportiste, si voleybolliste kërkoj hapësirë me lujt. Dhe pas diskutimit faktikisht kam pas shumë oferta edhe prej ekipeve të tjera Tiranës, edhe në Kosovë, për shkak se kam një lloj të mirë në xhep që luj si vendore edhe në Shqipëni edhe në Kosovë, për shkak double passport që kam pasaport me Shqipërisë dhe të Kosovës, edhe është një plus si lojtare, po për shkak të shkollës që studimeve që po i kryj në Korçë, jem konë e kufizuar me gjithë o Korçën prap, ose ekipin e Pogradecit, po thash, hapësira për me lujt investimi që po bëhet te ekipi Pogradecit, që është shumë afër Korçës, mu më pëlqej dhe thash pse jo, nashta është pak ma poshtë se Skënderbeu me renditje, ama për mu më rëndësishme është me lujt, por me investime që ka bëhet është Pogradeci, mu shkëgja po më pëlqen, edhe e njësa si nashta, po luj edhe që kaq, po tash pretendimet janë të mdaja edhe për Pogradecin që me konë të nkuosën play-off. Por me përforcimet e fundit që po bëhen të ditëve të fundit, tentojnë edhe për kampion, edhe për mosht, prap një motiv ala ma shumë. Edhe sfidë normal. Sfidë pa tjetër, sepse vitin e parë në Shqipëni lujta të nkohës, të ishë aktive, pata një përmisim shumë të madhë, mora shumë lëvdata, e pash vetën që po rritna si voleybolliste. Vitin e dytë masanej isha shumë mirë fizikisht, isha shumë ma mirë sepse kisha nëse ti punon një kohë shumë gjatë, edhe masanej e shef që qa rritë pse mos me punu ala ma shumë, po masanej mos aktivizimi, mërzitja këto ndikojnë të te psikologjikisht, edhe thash këtë vetë kom e lujt, do unë kem e lujt, biletar që po afrojnë ditë që kom u bashkan gjitë me ekipin, kom e lujt, stres ma i madhë, përgjësi ma i madhe, po beso për mu është qef ma i madhë, sepse nëse o më pëlqen një trenere, se më pëlqen mu, do më thonë nëse si pëlqen një trenere si lejtare, mu së më bën as lejtare ma të mirë as ma dëpt. Mu thjesht më bën që okej, kësë dëm këtë tjetëri, kështu që tregoj e vetën. Normalisht sporti ka këto disa vendime të shtira për me vazhdu karrierën në forma të ndryshme, shumë shpesh kanë dalur them kështu të gabum trenerat me vendimet e tyre që kanë marrë si për ekipin si për lojtar personalisht. Unë i besoj çdo trenerin profesionalitetin e tij. Unë i them nëse si pëlqen një treneri, ku më pëlqen një tjetri. Se trenerin që e ka Skënderbeu tash është treneri jam që kom pasur 2 vite, unë ata e falenderoj për këtë mira që mi ka bo.
ka ardhur një moment që si kom kry më punë, okej, këtë në rregull, prap miq, prap respekt, si pëlqej ati tjetrit, unë po them. Biles vjen shumë keq që ka shumë sportista që e lajnë sportin për shkak të një trajneri ose për shkak të një personi që nuk ja hap derën ose diçka. Jo, ti e bën për vete. Si pëlqen atina, i pëlqen dikujt tjetër. Dikush ta thotë që jo si lojtar e mirë, po dikush thotë hey, hajde se po m'vyn shumë në ekip, ti je shumë e mirë. Kështu që trajnera ka boll, lojtare ka Ekipe ka boll. Ekipe ka boll, kështu që nëse ti e hap ti zën vend në ekip tjetër edhe ti, nëse ti si shekoni sportist i mirë, ti s'kishe mujt me gjetë kërkon vend tjetër. Kishe shku nëse shakon që është i mirë, kthy kisha lujt në një ekipin e mamit tem, ose në një ekip liga, ose kisha lënë krejt, kisha vazhdu veç studimet. Po i di vlerat e mia, e kom pas sa punoj, e kom pas që ka tjerë që më vlerësojnë, unë vlerëson edhe vetë trajnerët që më ka pas, po kështu që pse mos me vazhdo unë e bëj për vete. E ke këshyrë hapësirën ku mas mirë, sepse sportistët do të më gjetë më të mirë. Thash është viti 2 që je atje, tregona pak krahasimin e cilësisë në volebollin e Shqipërisë dhe ato të Kosovës. Aq sa unë shoh për raportime po flas, e di që ka një vend veçantë sporti i volebolit, sidomos në konkurrencën e femrave, dhe kanë një traditë prej të kaluamës, domethënë edhe prej viteve më hershme. Ku qëndrojmë, nëse mund të them kështu, kry për kry me liga? Tash, po nisemi pej dy turneve, po them, turnes Kupa Pavarësia dhe... Që është e përbashkët, mi tregu. Po, edhe Liga 6 Kastriote. Te Pavarësia, 3 edicione, një vjet e ka fitu Teknologjia, një vjet e, domethënë, e Prishtinës, një vjet e fitu na, këtë vjet e fitoi Drita, 6 Kastriotin për 3 vite radhe ka fitu vetë Skënderbeu. Dhe domethënë që Liga është shumë e fortë, domos 2 vitet e fundit që mbo me ka 4 ekipe të cilat, nashta mendoj që ne, tradita voleybollit më shumë Shqipni e avancon. 2, luhet me 3 lojtare të huaja dhe kjo e rrit nivelin e ligës së cilësisë normal. Ndërsa në Kosovë luhet vetëm me 2 lojtare të huaja, po prapë në ligën 6 Kastriote mund me luajt me 3, po nuk shpenzon kërkosh mi marrë 3 veç për një ligë, edhe pse u bë shumë e rëndësishme që tash kjo ligë për me luajt 6 Kastriotin për me fitu. Ama një diçka që i favorizon Kosovën është ligji i sponsorizimit, ama një diçka tjetër është që shumica e ekipeve të Shqipënisë përkrahen veç prej komunës, edhe nuk është për shembull Shqipni Skënderbeu është Skënderbeu i Korçës. Ekipe private mundesh me bo, po komuna se përkrah. Komuna ka, domethënë bashkia atje ka buxhet veçantë veç për klubet e qytetit. Klubet e qytetit, edhe është një buxhet shumë i madh, plus angazhohen krejt për me marrë sponsora, domethënë që janë aty, po kohët e fundit lojt kanë tregu që Shqipnia pak më nalë, po në anën tjetër bon pa i përmen edhe Dritën, Skënderajin, qëto 2 ekipe ju në ato që kanë Kosovës që kanë dominut. Dritën s'po flasë që ka dominut në Kosovë, po Skënderaj, Prishtina ka bo diqka. Do më thunë, prapa aty, po Shqipnia ka pak më shumë avantazh pjesën e traditës. Edhe unë të e ditë qëfar tradite ka Shqipnia, për që ata u konë sunimin anës tam të në Kosovë më qunë Shqipni, me provun Shqipni, edhe që me mu dhonë mundësia, mus mu ka dhonë mundësia në Kosovë. E them shumë sinqerisht nashta për këtë arsye shoh Shqipnin pak më nalt, po shkoj edhe ka ona personale. Mus mu ka dhonë mundësia në Kosovë. Oni ku marrë këtë bazat e mija në ekipin e Vushtres, në ekipin e nësam, po nëna em nuk ka pas një ekip kushe diçka që one me dalë, me konë për me lujt, ose me dalë kampion, ose diçka e tillë. Ka pas një ekip relativisht me vajzat të reja, diçka pa sponsor, pa tonat. Edhe nuk ka thonë asë një ekip i madh, për shumë si Drita, si Skënderaj, që hejpe, marrën qëtë lojtare, po investojte që kjo, po jap një mundësi me lujt. Nuk e ka marrë, e ka bo Korça. Nuk ka marrë me një teknik shumë të mirë të mësume prej një volejboliste të Dinamos, të Shqipërisë, dhe më ka dhënë mundësin, kur e ki ekipin pak më të mirë edhe ki konkurencët të në normal që të rritësh, mos ta kisha pas teknikën edhe atë dëshirën edhe krejt sanë që më kam bo mu si një lojtare, mos isha arrit ku jam. Që që Shqipni mu dha mundësia, Shqipni une u kompletova dhe tash
kam, domethënë kam pas oferta më ndryshme, dikush as që se ka besu që e dona ka me mujt me mri, se jem konë në hijen e Oltës, qika Oltës, Oltës, po jo, se ka dalë, se jam qika Oltës, po jam edhe dona që me lujt vetë. Që jem mësu edhe vetë me lujt. Okej, po e përmend shumë shpesh nanën, po duket, po edhe kemi diskutu para se me hi në intervistë, që me thonë, nanës e ke po harin në këtë pjesën sportive, sepse pa marrë parasysh si të shkoj karriera, sport, e ka një farë disipline, një kulturë cilën e mësën që besoj të vymë për të njëtën. Qysh ka qenë them njoftësia jote me volejboll, na ka qenë kur mami të ka marrë me vete në për ushtrime, në për stëvitja, po... Unë jam rrit teknikisht në sallë sportit, unë jam rrit në sallë sportit, do me thonë, mami thot, tregon historira, ke lujt, jam dal, kam arru seti, të kam ushqy, se e kam bebe, fmi me babën tënë dhe jam këthy prap kam lujt. Ma shumë kom nejt në sallë sportit si më vështres si për në vene tjera se sa në shpetam, se të nkos mas veti, babi është të nkos me mamin, që që unë jam rrit me sportin, unë jam rrit me volejbollin, edhe pse s'është dash një e me parë, unë e kom nisë me karate, e kom dasht karate, jam konë ashta si tip si djali e vogël, ama të rrit, të e pa mamin të nkos, të e pa qefin që e bëshin në servitje, të e pa se thëm që sporti ekipor, do me thonë, kolektiv është pak ma tërheqër se sa sporti individual, se individual është ndryshe, kolektivi është ndryshe, kështu që të e pa tërheqjen, hajtja nisa të e marrë një top të muri mamis është që është mirë në herë me mu se ka lutë të nkos vetë në kuptimin të ka thonë jo përse e vogël, dërsa ka pa që pretë se po më bëhet edhe qika. Masanej të nkos se ka marrë shumë seriozisht në kuptimin që pretë se vogël po jo bre se adin... S'ka vendos hala në S'ka vendos hala, mos t'ja imponej se s'ka dasht me ma imponu, kur e ka pa që po ja nisi me dasht edhe po e këshyri edhe normal, shfaqet edhe pak talenti prej e vogël, po ka talent, e pas ka trashëgu në një farforme, ja ka nisë më marrë me mu, por nisan që falendera i mamën shumë, është që deri në momentin që unë kam lujt, një vetë preferizojnë, dhe deri në momentin që kam shku në Korç, nana ja mu bravo së më ka thonë. Ma mirë se nështë tani... Më ka bërtit, dhe më thonë, jëmë konë aje që kom marrë kritika më shumë ti, e kom pas trenere dhe me komtare dorën s'ma ka dhonë, kuptimin që ka pas ka majt ato koefidencat e saj, është tregu shumë strikte, parësisht që në shpek këtë regullat më mësoj kënë kuptimin që me majt vetën, do më thonë e kom pas model, ama masane ato për lamjet me babin, po pëse s'pe përkrot qikën tonë dhe adin të nkos, ka thonë pritë se ka me ardhë koha, tash, kur jam në ekip tjetër, prej ferizajt këm lujt një vetë, masa kur jam tash që po kam edhe suksese ma të mdoja, me thonë, nuna jote bravo, i thu, po ku pas ke konë ma heret. Ama është knatësi edhe për ta, është knatësi pa tjetër edhe për ta, edhe për babin, po thonë, babin e kom pas për krasë të nkos edhe është i përjetëshëm babi, po mami është kondi qysh, është ndryshe, raport që është shumë i mire dhe shfërcu shumë tash, që jam largu. Normal, se edhe besoj edhe i pjek në anë edhe sportive dhe njerëzore, prandaj edhe ka posë ndoshta ma let me komuniku tash këtë. Kur bën një ndryshim të madh, se cili lojtar, edhe mos me pas në trener ose dikon të afër, kur del prej ekipit ti, atëherë pjekat, sepse përballet me një realitet, ose masa kur del prej një ekipi që rrin shumë vjetë, unë për shkakun kam lujt për vushtrem me mamin, kam lujt gjithë ato vjetë, kuptimin që unë jam konë që ato e kam ditë që bëhet që ato jam kur kam kalu në ekip tjetër, sidomos kur kam ndru ambient, jetesë, komplet kam shku në Korç, mas një viti e kam pas se sa jam pjek, e kam pas se sa jam forcu, e kam pas se sa jam rrit profesionalisht, edhe sa më shumë që të rrita, që më shumë shto dëshira për me punu, që më shumë shto dëshira për me arrit sa në ma të mdhaja, edhe kur ardhë puna që me ndru ekipen, nisem me ka thonë anë. Unë kam besim shumë ty edhe unë e di që ti ke me bozive ma duhun. Asë më ka ndërhy, asë kur gjë. A i di që u konë shumë e dhimshme për ta që mos me lujtën e të nkos, ama prapë se prapë më ka thonë puna, mos heq, olje kryt puna, kërkujna mos i thuj kërkujna, vish puna, edhe nështë ta që kjo më ka bo që mu pjek halë ma shumë edhe me thonë që qëra, kur
po më beson nona jem që është e fushës. Edhe nona jem thët që mos u dorëzo se ka me dalë dita jote, tjerë tonë i barazoj me zero. Normalisht, është përkraja dyfisht edhe në aspektin prind vajzë, po edhe në aspektin profesional si trenerë, në këtë rast edhe ty që të ka pasë si nxënëse prej fillimit. Diskutum këtë pjesën që është sigurisht shumë interesante dhe ndoshta pak a shumë e ki dhe të më thojë edhe për bërgj me përfunu mu hala ma mirë për shkak duke ditë që nanë e ki volejboliste. Kom pa një status që ke bo shtash së fundmi për klubin e Vushtrisë. Të shfrytëzojna pak, me na tregu pak kështu situata që ndoshta dikush sepse kemi do disa reelse, disa gjana që me i pa njerëzit edhe në themi në pjesë shkurta këtë intervistë. Cili është statusi i klubit Vushtrisë? Qyteti Vushtrisë është një qytet shumë pasionant për sportin, po mas shumë ndoshta fuqia dhe financiare shkon te futbolli, e kemi pa një riorganizim. Ç'është është statusi i klubit ku është edhe nona juaj? Vjen shumë mirë që e përmende këtë pjesën, vetëm dojsha me që me cek, sepse për me mami është të kalu një kohë jo të mirë me ekipin e saj, për shkak se e ka prej 2005-ës se ekip ish Kosova Vushtre, shtu konë ekipi. E ka për herë të parë ekipin volejbollin e ka pru për herë të parë për femra në 72 të mos gaboj u konë ekipi meshkujve dhe s'ka pas ma. Ka pru mami, ka arë për Tiranës, u martu i dul fatin nëjse në Kosova, ajo është pjesë personale, e qeli ekipin me qika të reja, komuna ka përkëra për fillimit, se kur vjen diçka të re në një vend, do të mund ndi për nder. Shumë herë kampione me të reja, do më thunë që dilë në emra, s'kum dalë veçone, ka ndalë emra. Me arë në një moment që politika me ndërhy shumë në pjesën e sportit edhe që një ekip që tash po konkurron Superligën bë me kitë qikat e Vushtres, komplet qikat Vushtres, komplet qikat të reja qytetit që nashta largohen prej rrugëve tjera, qapo dione, mos me marrë as edhe një cent prej komunës, të e di që komuna është i vetmi sponsor i ekipit, është mëkat. Seriozisht mami është shumë e zhgënjyme, shumë e mërzitur, sepse po thot me shus ma bën zamra. Në kuptimin janë shumë vajzat reja, ata shumë që i shaf janë krit një mosh, se është ndru gjenerata, normal, martohen, kryon jetën e tyne, si one për shembull që vazhdova, ama volejbolli po rritet dashnia, po e shohin më shumë nëpër Instagram edhe vjen shumë keq që nuk po e përkrajmë, se mos me përkra. A ka ndonjë përgjigje për këtë punë? Përgjigje është kaq. Në Vushtre ekziston kështu sistemi, aplikon për projektet, mbush formular, që ato formular janë shumë katë, se i kom bo vet, i kom pa vet, kena pa edhe me financiare me sana. Janë shumë katë për mendimin teme dhe mu vlerësu një projekt, një ekipi, një shoqate sportive, një ekip, klub volejbolli mu vlerësu me 44 pikë prej personave të komisionit që asnjëri s'ka lidhje me sport. Dhe ankesa që është bo, asnjë lloj përgjigje. Po them asnjë lloj përgjigje, thjesht 44 pikë i ka është vlerësu projekti. Qysh, po marrin pare OJC që Nuk bëjnë as aktivitete. Nuk bëjnë as aktivitete, unë jam kon Vushtre vetë, unë e di cilat OJC bëjnë aktivitete, unë ju marr vetë me aktivitete. Ama një ekip i volejbollit që është në Superligën B, mban emrin e qytetit, ka çika vetë qytetit. Normal që nëse jepet mundësia e sponsorit ka me marrë dikon që mu rritë, se çështë po bëhet krejt me medalë, ashta kampioni i Superligës, mos më marr asnjë cent dhe kur kemi shkuar te kryetari i komunës, jam kon e dhënë aty. Për shkak se thash, çora unë pe Vushtres jam dal, adën se mos më bë se nanën tam ku me përkra hanë dëm, po është ekipi që kom dalone. Me thonë që jo nuk e di, jo komunu, jo qysh u bo, edhe ai mu që dit, i tha, biles fjallët e mamit ju ngon kështë. A din, kanë e kinë komision? Komisioni nuk ardhë kur me pa ekipin tem. Me pa, ka ekipe që thjesht bojnë, për pare bojnë, prej sportit nuk pasurohesh. Edhe është të në kohës, ka thënë kryetari që komu mënu me ju ndimu, kur shtatori a nisin ngarat, qikat po vinë stërvitja, po do të më bo se është rritë komplet nivelli, do të më bo përgatitja fizike, do të më marë pajisje, do të më marë topa, do të më marë sanet, trenera, stafi, ku mi marë ato, projektet sanet, nëna e më shtu më thonë, lexon mos po qelet naj projekt për qikat që me apliku me marë, se s'ka pare, sponsorat po këshyrin, nuk hen kërkush
pa pas dikon të njofshëm kuptimin që Normal. diçka. Po, seriozisht, komuna e Vështrës më ka zhgënjur shumë. Unë thash, sportistit s'ba me pas parti. Unë në Shqipni, për shembull, pavarësisht që ne na marrim për komunës, po kur kanë zgjedhjet kundër kandidatja, theke E kanë rregulluar me statusat nëse po. Kundër kandidatja nuk theke jap ma një votën mu, theke ju bëni çfarë doni, ju prapë se prapë po fitova unë, jeni të mia, jeni të Skënderbeut. Ama këto është gjunav, seriozisht është mu më vjen tërp tash me statusin që e kom bo me lot në sy, se mu më njohin edhe të pjesët Shqipnisë. Dyqysh, ama seriozisht, mi thon komunës çelni syt se s'po dini çajin të bo. Na shta thonë, po kush jeti se kena sene ma të mdhaja, po s'po bëni kur gjo as për senes ma të mdhaja, as për ato, let vjen kush vjen për shtet. Mu s'u më interesën kush vjen për shtet. As nonës tem nuk i interesën kërkush kush vjen për shtet. Do për kraje, si prej PDK-s, si prej LDK-s, si kush dorë, si prej përmani partit politik, ama kur do të vjen për shtet. Do të për kraje, sporti është i bukur, bre. A është ma mirë seriozisht se kjo bu klishe pjesa e drogës sa në po jo, se seriozisht sporti është i bukur, është shumë atraktiv, ndihmon për trupin, për shëndetin, është. Edhe nëse nuk bëhesh sportist, e thashë më marrë, domethënë mundesh me fitu disa veçori, disa tipare, të cilat mundesh me i përdorur më pastaj në jetën e përditshme. Kështu që edhe për sponsora, por edhe për komunën, edhe drejtorinë për sport atje në Vushtre, me shkumul më taku edhe me këshir me bëni zgjidhje për këto çika të reja, të cilat përfaqësojnë edhe qytetin edhe po kanë shumë suksese, shpresojmë që me radio këna në vesh edhe në sy. Shpresoj, mami është u mundu pa tjetër me gjithë miqtë e babit, që apo dijon krejt shokët e babit, unë po mundona që me gjithë dikon që veç me nisë volejbollin me nivele pak ma të ulta, nuk lyp shumë pare. E thëmë shumë sinqerisht, volejbolli nuk lyp shumë pare. Do me bo kampion që ka bo Korça, unë e di investime që ka bo Korça, po volejbolli lyp shumë pak pare, shumë pak investim. Ato qika nëse mami jam është për kështë, ka një çokoladë vogël që ja blen në mëngjes, veç me ja dhon për qef, jo për një sen, ato gëzonë, llogaritë nëse ti ja bën të pajisja, ja bën një topa matrise, topat po renovojnë çdo 4 vjet, do shme ble shumë topa sa ma shumë qika, mos me pas edhe që ato, dyqysh, ato gëzonë me senet vogla, edhe ti nuk komuna që është baza që do të me përkra çdo të ri të Vushtrës, nuk po ja jep pas një cent që të paktën që ato sanet elementare me ja bo është marrë. Seriozisht për mua shumë marrë dhe shumë keq. Bile qika të theshin, ka mu shu ekipi, tha mami, tha, unë deri në momentin e fundit, ku me bo që mos me shu ekipin për juve, se unë thjesht mu të rek për garave, me u merë me juve mi u servit edhe me që në për ekipe tjera, nuk ka mundësi tjetër. Shpresojmë që mos ndodhë kjo gjë për se cilin klub sportiv, jo veç të Vushtrisë kur ka kësi probleme, do të me u gjenë një zgjidhje sidomos nga komunat. Mirë, po dalim pak në diçka tjetër, po flasim pak për jemi në prag në fakt vetë që ka me nisë Olimpiada, diskutum pak për kombëtarën tonë favorite që është Turqia, që e di që është një prej shteteve më të fuqishme sa i përket sportit volejboll në konkurrencën e femrave. Sa janë gjasat ose cilën kombëtare shet ti favorite në lojrat olimpike, sepse volejbolli është një prej disiplinave besoj shumë të dashura në Olimpiadë. Tash, unë ka vite që e ndjeku volejbollin turk, dhe vërtet kombëtarja e Turkisë ka boni rritje shumë të madhe dhe për mu është kënaqësi se veç e për kraj. Favorita ka shumë grupet, janë shumë grupet forta, dhe me thonë favorit është Amerika, që është kampioni fuqi, është Serbia, që ka shumë të mi pavarësisht që që kena ka super volejboll. Italia, Turkia është favorite, masane janë një 2-3 ekipe të reja që seriozisht nuk i dije se qa bot që është Republika Dominikane, Hollanda, ama po qëndroj të Amerikë, Serbi, Turki, Itali, që kjo ka atërshe. Edhe Brazilin se harrova, se Brazili është diçka shumë e madhe, po para se me dalë të Olimpiko, desha me thonë që edhe Kosova ka me konkuru në kualifikime, po
normal për Euro 2016 që shfrytëzoj rastin që 2026, 2016 na ka ikë. Oh my god, sorry. Sorry. S'po kthehem mbrapa. Nuk e di ka dola, u ktheva te viti i parë që kam marrë pjesë me kombëtare, so emocionova. Okej. 2026-ën që luhen këto që shfrytëzoj rastin me i uru suksese kombëtares Kosovës, listës përgjedhurave që unë nuk jam një ndër ta. Arrita deri në një farë faze kualifikimi, po nuk është. Prap nuk jam normal, ndoshta pak edhe pjesa e formës që s'ke mund në parashit, sigurisht edhe kjo ka ndikuar. Unë i besoj shumë profesionalitetit të trajnera. Unë thjesht desha mi uru suksese se për ato çika që kam kalu disa ditë stërvitje me to. Është shumë kënaqësi dhe shumë derë për ato, kështu që pse mos mi dhon për kraje federata. Do të thotë që në kualifikimet e radhës kemi qenë në ndeshje të tjera, kështu që unë voleybolliste jam, unë thirrën, unë shkoj, unë nuk shkoj as nuk e kam atë mentalitet që më thonë jo sa i trajner mua ma kaj nati, po më thirrën nuk shkoj. Ka dalë se është Kosova aty në pyetje. Federata po bën shumë përgatitje të mëdha, du me cek që Federata e voleybollit e Kosovës është shumë angazhuar për çdo sen dhe krejt organizimet që i bën merr notat maksimale për çata thash me cek që po merr pjesë, që Shqipëria nuk po merr pjesë. Më falë që se përmenda me herët. Kosova merr pjesë në përkualifikime, Kosova bën kombëtare seniore, Shqipëria nuk i bën, që pse mos mi bëhet Shqipënia, po Kosova qëre po i bën, edhe pse ka nashtash shtet ma i vogël, kështu që këto çikave shumë suksese, nëse më i marr me pa ku marr patjetër mi pa pavarësisht që jam as jam unë jam me çikat, edhe jam me Kosovën. Trenerave shumë suksese edhe besoj që vitin tjetër unë përgjigjem. Vitin tjetër. Trenerat me kohë këtë përgjigjen thonë sa më shumë suksese që keni, normal që vitin tjetër më përgjigjem, ta bëna kështu se tashmë do të më bëj edhe pak. Normalisht. Edhe Kosovës shumë suksese, inshallah kualifikohet edhe pse ka grupin pak të vështirë. Kthehemi, kisha pas shumë qef në finale me pa Turkinë. Okej, të shumë që ka mendojë sepse thash një disciplinë. Ama edhe mas jena të olimpikët, sa ma shumë medalje olimpike për sportistat e Kosovës. Për gjudistat, për të gjithë, po gjudistat e kemë kështu. Edhe për sportistat e Shqipënisë, gjudistat po. Se mos mi bëhë kështu gjdo olimpiat me marrë ka një medalje si Kosovë. Po është një standard që kam vënu gjudistat që tash në kam mësu kesh dyqysh. Po, mërzitëm, edhe mërzitëm që tash. Pa medalje, thëmë qka ka ndosht. Edhe ka Shqipënia, Luizës, pse mos mi uruar. Pa tjetër, shpresojmë të dyja shteteve të kenë përfaqësim sa më të mirë. Për fund, po du me të pyet, ky sezon tash natyrisht kri ka më varë edhe për performansë, si kemi lujt, po cilat janë synimet e Donës, po flasim për vitet tashme, tash ndoshta pak të kuvizon edhe puna që je në studime, a pretendon në një të ardhme të afërt, po flasim në një 2 vjeçare ose ndoshta edhe më shkurt pse jo, ti je pjesë në ndonjë ligë edhe më të fortë se sa e Shqipërisë, përmende Turqisë që është një konkurrencë shumë e fortë, po ndoshta ndonjë ligë tjetër në një Kisha pas qef me provu, kisha pas shumë qef me provu një ligë të fortë, po voleybolli është pak ma kufizues ka pjesa gjatësisë dhe për pozicionin tam jam pak e shkurtër. Ama kisha pas... Edhe pse kështu 2 metra po duhet shpedinjes. Ama ka shumë atë gata se unë në pozicionin tam, po kisha dash me provu, pse jo, nashta jo Turki, po do më thonë në i vend tjetër, ama nuk e di pse, të ardhmen tem e shoh të lujt në për ligat e Kosovës edhe Shqipënisë. Për shkak se thash, gjatësia shumë faktor, ama në pozicionin tem nuk ka, do më thonë, nuk ka shumë konkurencë. Edhe thash, fakti që lujt si vendores në Shqipënisë në Kosovë, se lojtarët e Kosovës me lujnë Shqipëni lujnë të huja dhe lojtarët e Shqipënisë me lujnë të huja, pse mos me shfrytëzu këtë fakt që secili ekip ka do të mi pas minimumi 2 veta në pozicionin tam. Unë më shku çdo kënd në Kosovë Shqipëni jam marrë rehat. Po që më vjen ai ofertë me provu për një nashta kisha luajtur një 2-3 sezone sa për eksperiencë, po prapë se shumë çuditërt më tam nuk e shoh jashtë Kosovës dhe jashtë Shqipënisë. Muj me pa në Turki, nëse më prin fati sepse them nëse e kryj pjesën e studimeve dhe pjesën e
voleybollit, karrierës si aktive, du me dalë edhe si trenera në kuptimin edhe me punët e mia tjerat në Turqi, se më pëlqen Turqia, e ndjekë Turqinë, gjuhën e din kuptimin atje. Ama prap se prap ma rehat se sa në Kosovë dhe Shqipni nuk e besoj kurrë që ku me gjetë. Kur më stoj kur, kështu që nuk i dihet për shembull është edhe histeria në anën tonë, ndoshta se kam menduar kur që kam tash no çfarë më bëj që baba jam ka dalë nga i Zotit. Normalisht që ka dalë nga i Zotit. Mirë që e ke ndo mendjen, po jeta është më mirë është me najtë në vend tam. Ma çetë ndjen. Normal. Thash për eksperiencë 3-4 vende, 3-4 sezone, po them ku shkon sportisti sa do shumë vite me lut, karrierën pra të shkurtër ka. Unë e shoh se nana jam 47 vjet po lun hala, po i them nana jam leje se s'po na lën rend me dal njëve tjerëve. Ama e shkurtër është që pse mos më shfrytzu, thash 2-3 vjet për eksperiencë edhe bëhen, po ma mirë me najtë vendin tonë. Normal. Jam shumë rehat, nuk e di, e kam këtë ideje edhe për pjesën e punës, edhe për pjesën e jetës, nuk e shoh veten dikun tjetër përveç Kosovës e Shqipënisë. Okej, edhe për fund kam qef zakonisht për sporte pak më specifike ose të na dim që është në farë mentaliteti për sportistët femna. Pse duhet një qik ose një prind që ka me pa këtë intervistë me sugjeru qikën e vetë, motrën, mesën që ka përdjune me o marrë me sportin e volejbollit, pra pak ato të mirat e sportin e volejbollit për fund të intervistës. Volejbolli është një sport shumë elegant, i thomona. Edhe për meshkujt pa tjetër që është sport i mirë, po për femnat është pak ma elegant, është shumë i butë, nuk është agresiv. Edhe s'ka kontakt me është shumë i butë, është shumë elegant, është shumë fin, në kuptimin që është shumë i bukur për më pa. Unë shpesh herë bëja i gare se me ata shokët e mia, shoqet e mia që në sportet tjera i them, qa është ajo punë me nga për sekondar caktum, jo mër vlla, lufto për se cilën pik njëjt, bile është një video në Instagram e në Facebook që del atë në kjo punë bëhet për një pik. Volejbolli është emocion. Po dalim te pjesa e prindërve, përveç se të mbahen shëndetshëm, në kuptimin që çdo sport më është shëndetshëm, nuk të bën arrogante, të bën shumë, të arrit shumë vetbesimin, sepse është sport kolektiv, të mëson me njerëzit qelë, të bën shumë të komunikueshme sane, po edhe të arrit vetbesimin se të bën një karakter të veçantë. Ti je mes tjerëve, po të bën karakter. Sepse ki edhe rolin normal. Ki edhe rolet edhe secili rol është me karakter. Po mbi të gjitha, Unë flas me shumë dashni për volejbollin, po mbi të gjitha ti e famër edhe madje me pa një volejbolliste që është shumë e bukur, e gjatë, trupin se të shtin sporti me kon në formë. Kështu që mbi të gjitha nëse doni me pa emocion, nëse doni me pa me marr qef mbi të gjitha, edhe vajza juaj, motra juaj, me kon me u kënaq, patjetër nëse don, me u kënaq, me u angazhu, me u lidh me thjesht me jetu një jetë pak ma ndryshe edhe me u kënaq të e bo diçka që e një volejboll. Mesazh shumë i mirë, e duna falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit sportan. Ama, shpresoj po nëse i po. Edhe diçka. Mu mos më falenderoj nëse jo, kikse vesh tash jo, ty falenderoj. I prejna këtë më Ty falenderoj mas emisionit, po them që ama mos u nisni me një sen, do me thonë për prindërit që sportit ta ndalon shkollën, volejbolli. Kurse më ka ndalu mu, që kam mësue, hala mësoj, më kanë dalën kërkujna. Sport, do me thonë, marrja me sport, qo volejboll, qo basketboll, thjesht ta kufizon orarin për medalj, për me pi kafe sane. Për shkollë kur. Kështu që pavarësisht që jena sportista, pavarësisht ana secili sportist, i tham që me vazhdu dhe pjesën e shkollës, se thash. Patjetër. Sporti është shumë i mundesh me pas lëndim. Me lëndim, kështu që sporti okej, po del ka një trener, po prap se prap shkollës jep një rëndësi. Për vete e kam shkollën të parën, sportin dytën, pavarësisht se sa i du, po shkolla është rëndësi, masane edhe sporti është thjesht një përmbushje të sonde. Normal, shumë e rëndësishme, jo. Shumë e rëndësishme normal për shkak që edhe mund ndodhen gjëra ndryshme në jetë, edhe duhet me pas gjithmonë si një opcion për me jetu prej diçkafi tjetër nëse nuk jena arrit si sportist. Falenderoj shumë, ishim me Edona Galludrën, volejbollistën e cila po zhvillon karrierën në Shqipëri. Ju urojmë shumë sukses dhe shpresojmë që prapë të ritakojmë me lajme të mira që mund të më na sjellë ajo. Kaq sa për këtë intervistë.